Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të shuar kuriozitetin tuaj të radhës. A është anuluar filmi Luizit edhe Kiarës? Do me thënë ka shumë komente të tilla që anulohet filmi, nuk do t'jepet filmi, nuk do transmetohet, nuk do ketë realizim, publiku është i ndarë në dysh, nuk di se çfarë të bën etj etj. Por jo, nga informacionet që unë kam marrë, filmi i Kiarës dhe Luizit është në realizim e sipër. Do me thënë ato akoma vazhdojnë që të jenë në xhirime, që të dy ndjekin njëkohësisht edhe profesionet e tyre, që në këtë rast do me thënë Kiara moderon Portokallin dhe është jashtëzakonisht e përkushtuar dhe bën do me thënë një punë jashtëzakonisht të bukur, por kemi dhe në anën tjetër Luiz Elin, i cili nuk i lë anash në asnjë mënyrë koncertet e tij, festat e tij edhe mbrëmjet e tij. Me shumë dashuri po vepron në këtë drejtimin dhe normalisht që merr atë butonin jeshil të publikut. Filmi po xhirohet, në të njëjtën kohë që xhirohet edhe montohen skenat dhe më pas do të jetë finalizimi i këtij filmit. Nuk është se punohet me një ekip të vogël, punohet me një ekip të madh. Tani, unë e di që filmi është shumë i bukur. Bëhet fjalë për një film komedi, do të thënë një film humor, qesharak, një film me energji pozitive. Jam i bindur që publiku shqiptar do të pasionohet aq shumë pas këtij filmit, sepse këto filme dhe ky lloj filmi i ka munguar publikut ton, nga që është një film që të dhuron emocion, të dhuron adrenalin, të dhuron dashuri, të dhuron pozitivitet dhe ne bërthehemi shpirtërisht me të. Luizi ka gjetur veten e tij, nëse Luizi do të bënte një film dram dhe aksion, besoj që nuk do t'i shkonte, sepse nuk e ka në natyrë dhe nuk e kuptoj pse duhet paragjykuar një njeri që vërtet bën një punë të bukur dhe bën një film fenomenal. Arsyeja që janë mbyllur komentet nuk do të thotë që është penalizuar filmi. Filmi do të jetë shumë shpejt pranë nesh, do të thënë vetëm në shkurt të vitit 2026, që janë edhe 2 muaj në fakt që na ndajnë nga filmi, ku do të realizohet premiera e këtij filmi dhe do të jepet me shumë dashuri në për të gjitha kinemat dhe në për të gjitha vendet shqiptare ku Luizi dhe Kiara për herë të parë do të flasin për filmin e tyre. Është një film që do ta shohim Kiarën dhe Luizin si protagonist, lidhet me jetën e tyre, lidhet me përditshmërinë e tyre, por në formën komedi, në formën qesharake. Mos e komentoni për keq, se më besoni që do të jetë një super film që do të na argëtojë të gjithëve.